Tani tjetër fitore sot, e 16 Razi, duket që gjërat po shkojnë mirë për ekipin tuaj. Po, të drejtën u zhvillu në ndeshje e fortë, rivalizuese. Ekipi Beratit është ekip të drejtën nga më të mirë të kësaj kategori dhe ishte ndeshje me shumë rivalitet, por që ashtu si edhe ndeshje tjera, gjykoj se bëmi më mirë se kundërshtari dhe në fund ndeshjes meritume fitoren, ashtu sikurse kanë edhe 15 fitore të tjera gjykoj të meritume. Të fitor 16 ndeshje në 16 ndeshje të luajtura, besoj që tregon edhe cilëtetin e skuadrës. Patjetër, nuk mund zhvillosh, nuk mund realizosh 16 fitore në 16 ndeshje, nëse skuadra nuk ka kualitet, por megjithatë janë një grup serioz që kanë dëshirën për me punu dhe për mu përmirësu nga dita në ditë. Gjykoj se janë fitore të grupit dhe jo të individëve, pavarësisht se individ veçantë sigurisht që i japin edhe më kualitet këtij grup. Përmendet kolektivin, por besoj që në radhë ekipit ka lojtarë që si premtojnë për të ardhmen, sepse kemi të bëjmë me futbollist 16-17 vjeçar. Patjetër, sigurisht që tash sado si themi ne që punojmë për rritjen cilësore të tyre, në momentin që ata kanë edhe rezultatin, tregojnë për cilëtetin e këtyre lojtarëve, që nëse ata i kultivojnë ashtu si duhet, sigurisht që një të ardhme mund të jenë lojtarë të një niveli të caktuar dhe patjetër që ne punojmë shumë këtë drejtim. Sigurisht që kur fitojnë, është e kuptueshme se rriten edhe me mentalitetin e duhur dhe besoj se kjo po i shërben. Shitoni një eksperiencë e re kjo për ju tek Shkodra U17? Thjesht është emri i klubit, sepse tashmë u vën shumë vite që unë punoj me këto grup mosha, as më tepër që brenda Shkodrës, ku pothuajse kemi gjithë njëjtin mentalitet dhe sigurisht që ndihem shumë mirë për ky klub, ky pas parasysh ambientin edhe kushtet e mira stërvitjes, gjykoj se është një ambient më komode për të zhvilluar një punë profesionale. Pati nga informacionet që kam në janar keni pasur oferta nga ekipe të tjera, por keni vendosur të qëndroni tek Shkodra U17. Sigurisht që një punë e filluar nuk ka sens lehet në gjys, as më tepër. Kjo jo në formë sakrificet, nuk e them këtë drejtim, por komoditeti që unë kam gjetë këtu, patjetër që më kanë bërë mundi mirë, edhe profesionalisht megjithatë që është shumë e rëndësishme për të bërë atë punë që ti mendon dhe gjykoj se kam bërë zgjedhjen e duhur si në fillim të vitit, ashtu edhe në dhjetor. Kështu që kjo punë e filluar që në verë, ne shpresojmë shumë që ta finalizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe objektivi është titulli kampionit në ngjitje në Superligë? Të them drejtën po, për sa kohë ne kena këto rezultate, gjykoj se mundësitë tona janë për të pas këtë objektiv. Sigurisht që është kënaqësi, por megjithatë është puna ditë mas dite me këto sportistat të cilët thash, të them drejtën, më kanë befasuar për mirë, për dëshirën për të punuar, për të përmirësuar dhe për seriozitetin e punës që kanë. Tani përmendëm fitoret, por duket që është një ekip i cili shënon shumë dhe pson pak. 77 gola të shënuar, vetëm 6 të psuar. Po, është një ekip i balancuar, të them drejtën, pra nuk është se ne kemi më zhvilluar me një fazë, pra fazën sulmuese apo fazën mbrojtëse, besoj gjykoj se kjo tregon edhe për forcën e këtij grupi, sepse nuk mund të mbrosh me 4 mbrojtësa ose nuk mund të sulmosh me 3 sulmuesa. Pra këto statistika gjykoj se janë analiza më e mirë e funksionimit mirë të një grupit. Faleminderit. Faleminderit ju.